ka shumë të letë zjedhi sot, midis tyre dhe nesh. Prandaj me 11 maj jam I bindur që gjithë shqiptarët që duan ndryshim, që nuk mund durojnë më, do të votojnë njëshin. Kush do ndryshim, voton vetëm njëshin, vetëm Partinë Demokratike. Dhe tani ftoj këtu kandidatët e Partisë Demokratike, zonjën Ilda Zhulali për zonën Përgjithësi 11, zotin Salvador Kaçaj, zotin Sali Sheu, dhe kam derin të jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike, liderit të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, zotit Sali Berisha. I nderuar Zoti Presidenti Urdhrit të Maltës, Doktor Madja, kryetar kalors Imeritës, e nderuar zonja Ministre e Qeverisë së Kroacisë, Nina Obuljen, të dashur miq, qytetarë dhe qytetare të pranishëm në këtë sallë, I nderuar zoti Paloka, drejtues politik, I zonës, të dashur deputet, kandidat për deputet të kësaj zone, Sali Sheu, Ilda Zhulali, Edi Paloka, Salvador Kaçi, një mirënjohje të pakufishme miqve tanë, që I kemi të nderuar, që I kemi sot të pranishëm në këtë takim shumë të rëndësishëm për zonën tuaj. Zonja dhe zotëri, unë vi sot tek ju për të paraqitur projektin e Partisë Demokratike për 4 vitet që vinë, pasi ky projekt bëhet çdo orë, çdo ditë më I pranuar, më I vlerësuar nga qytetarët shqiptarë në mbar vendin. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, aleanca më e madhe që ka garuar ndonjëherë para shqiptarëve, me projektin e saj, synon para zgjithash të adresoj me shpejtësi problemet e mëdha dhe të dhimbshme me të cilët përballen sot qytetarët e Lapraks, të Tiranës dhe të mbar Shqipërisë. Programi ynë fillon aty ku dhimbja njerëzore është më e madhe, aty ku vuajtja e qytetarëve tanë është më e madhe. Fillon pra në një betejë të vendosur kundër varfërisë. 12 vite të dashur qytetarë dhe qytetare, ju dhe në tërësi shqiptarët, ishit subjekti një varfërimi të pamerituar, I një varfërimi të frikshëm sa asnjë kom tjetër në rajon dhe me gjërë. Dhe vetë kuptohet, ky varfërim I cili kishte një shkak themelor, abuzimin, vjedhjen, përvetësimin e fondeve të buxhetit shtetit, e pasurive publike nga ky grup I qeverisur nga qeveritarësh I drejtuar nga Edi Rama, nga qeveritarët e tij vendor,
si Erion Veliaj, nga 5B dhe 5D e tyre, çka do thot nga rrethet e tyre të ngushta me të cilë këta ndanin buxhetin, ndanin pasurit, kurse rrogat dhe pensionet tuaja në vend që të rriteshin, bëheshin çdo muaj dhe çdo vit më të pavlerë, sepse çmimet rriteshin në mënyrë stratosferike. Në qoftë se një pension u rrit nga 143.000 lek në 172.000 lek në Shqipëri, çmimet u rriten me mbi 250% mesatari atyre. Dhe sot ky pension, për të patur të njëjtën fuqi blerëse që kishte pensioni viti 2013, duhet ishte 390.000 lek. Pensionisti Malit Zi, që në vitin 2013 mirëte një pension gjithsejt 138.000 lek, sot merr 450.000 lek. Sepse qeveria Malit Zi, apo qeveria Maqedonisë Veriut, apo qeveria e Kosovës, apo e Serbisë, apo cila do, kur ndan buxhetin në ligj, në moral dhe në ligj të shtetit demokratik, një pjesë të parave u kthehen qytetarëve, u kthehen me pensione, u kthehen me rroga, kurse këta qeveritar me parat tuaja ndërtuan luksin më të shfrenuar. Ju e dëgjoni rëndom, Edi Rama thot, me jep një prova, po ka provë më të madhe morzotri se sa vila me 57 metra të gjata të themelet, 2 herë më të gjata se vila e Enver Hoxhës, se sa kopshti 8.300 metra, 4 herë më i madh se kopshti i ish diktatorit Hoxha, po ka dëshmi më të madhe se sa 225.000 metër katror tokë te kanjoni Gjipes, po ka dëshmi më të madhe se sa fluturimet me avion taksi për pushime, për të tjera, 21 milion në 2 vite, me 140 udhëtime, po ka dëshmi më të madhe, le të thotë shqiptarve, ka dëshmi më të madhe se kryeministri vetëm në botë që hap shishën e verës Romane Konti 33.600 euro. Po ka dëshmi më të madhe kur jep vllaut tënd 38.000 metër katror te krapi Treshit, duke u marrë pronarëve Tiranas. A ka dëshmi më të madhe se në kundërshtim me çdo ligj, Bazhanaku yt, Kunati bashkëshortës tënde, fiton qindra tendra dhe vetëm për lidhjet familjare që ka me ty. Ka dëshmi më të madhe, a ka provë më të madhe, miqtë e mi, se sa djegësi i Tiranës 130 milion euro të zhdukura pa nam pa nishan, dhe nuk ekziston asnjë tull në themelet e tij. Çfarë dëshmi e kërkon ky njeri? Të zhdukura. Dhe tani e morë vesh 2 drejtorat që shkuan në gjykat, shkuan se kanë firmos letrat, kurse Lubia, e keni parasysh,
kurse Lubia, e cila kishte detyrë ligjore të kontrollon të punimet, të bënte raportin dhe të njoftonte çdo muaj për ecurinë e punimeve, nuk bëri në 5 vite asnjë raport, sepse e dinte që parat i mirë të bosi i saj, i mirë të Edi Rama me Eriol Velin. Dhe pasaj del, flet me vete, se ata sy me sy, flet me vete dhe thot, po ka thot noj dëshmi për mua që m'akuzojnë, po sigurisht të akuzojnë çdo gjë, po ka dëshmi më të madhe, se sa rruga, Manastir Bjeljosek,